Një situatë alarmante po zhvillohet në aeroportin e Bergamos, ku 10 qytetarë shqiptar janë bllokuar prej më shumë se 3 orësh në kontrollin e pasaportave. Sipas dëshmive nga vendi i ngjarjes, kontrollet po ushtrohen vetëm mbi shqiptarët, ndërsa pasagerë të kombësive të tjera po kalojnë normalisht. Pamjet dhe dëshmit flasin për një kaos të vërtet që po kthehet në ferr, sidomos për nënat me fëmijë të vegjël dhe të moshuarit, të detyruar të presin pas një shpjegim zyrtar pa ndihmë dhe pa respekt minimal njerëzor. Qytetarët shprehen të indinjuar për trajtimin që po u bëhet duke konsideruar një diskriminim të hapur dhe poshtërues që i trajton shqiptarët si qytetarë të dorës së tretë. Situata ka ngritur pikpyetje të forta edhe mbi marrëdhëniet politike mes Shqipërisë dhe Italisë, të promovuara publikisht si vllazërore nga kryeministri Edi Rama dhe homologja italiane Giorgia Meloni, por realiteti në terren flet ndryshe. Deri në këto momente nuk ka asnjë reagim zyrtar nga autoritetet italiane apo shqiptare, ndërsa pritja vazhdon dhe tensioni rritet. Ngjarja kërkon reagim urgjent institucional dhe transparencë të plotë për arsyet e këtij trajtimi selektiv ndaj qytetarëve shqiptar.